besoj që vetëm deklarata e sotshme e Albin Kurtit për në fakt e zyres kryeministrit, po për çështjen e prokurorisë tregon që kanë marrë mesazhe të qarta për ndërkombëtarëve sepse sjellja po veç nuk është që thanë ai sen në atë kur gjë ishte sharem i rastit. Është mjaftueshme që mundohet me sqaru opinionin publik etj thotë me dhënë arsyetimet e veta. Dhe kjo tregon që nuk është e njëjta gjuhë që përdor zoti Kurti në televizion. Pra po thënë që u zbut paga? Nuk e ka qare me thonë ndryshe, se nuk është Superman, as nuk është zoti Kurti, ai që është ka e lëviz botën, po ka më të mëdhenj se Kurti, se kjo është kriju një lloj dimensioni në një bokal, siç Kosova në një farforme, ku mendojmë që ne jemi peshkaqeni. Ne jemi peshk i kuq. Do thotë në një farforme para botës, para syve të botës. Kështu që do ta kemi parasysh dimensionin ton dhe mbi bazë këtij dimensioni edhe të flasim. Zoti Kurti është në këtë zonë tonën. Nuk kemi duke fol për dikë i cili është bën magjira apo bën mrekulli. Dhe në këtë suaza zoti Kurti është i detyruar, siç jemi të gjithë detyruar, bashkë me të, që t'i përmbahemi pra kërnizave në një farforme apo normave të reja të cilat janë, apo ristrukturimit të marrëdhënieve ndërkombëtare të cilat po i bën dikush që është më i madh se ne, në këtë rast Amerika, Kina, Rusia. Dhe ne jemi detyruar që faktikisht të përshtatemi në këtë kontekst dhe t'i përgjigjemi këtij konteksti. Dhe tani nëse jemi detyruar që t'i përgjigjemi kontekstit, së pari ata janë duke përcaktuar në një formë apo në një tjetër duke çuar sinjale, siç e tha edhe zonja, për zotin Grenell apo për zotin Trump në mënyrë më indirekte që Kosova të jetë në këtë vijë apo në atë. A mos po përdoret pak edhe kjo çështja e Grenellit se historikisht SBA ka bashkëpunuar me secilën qeveri që i ka votuar populli. A mos po keq përdoret pak nga opozita për shfrytëzohet por po dhe çdo qeveri amerikane ka bashkëpunuar edhe me Ukrainë.